Hey guys, jemi këtu, pse jam unë vetëm do thoni ju, në studion e WTF, sepse e ftuara Mariana Kondi është duke na pritur, është duke ardhur dhe ne do t'i bëjmë një prank. Unë do kem këtu kufje në vesh dhe do kem Kostianin, dhe Kostiani do më thotë çdo gjë në vesh se çfarë unë duhet të bëj dhe si duhet të sillem me Marianën. Dhe jam shumë kurioz të shoh se si do reagoj ajo. Kështu që le ta presim, ajo është duke ardhur nga momenti në moment duke u ngjitur me ashensor. Fatos rish shtrirë dhe mos i kushto fare vëmendje, rish shtrirë. Kjo është një studio, atje është studio Dalidës, që regjistron emisionin. Kjo është kuzhina, studio tjetër, edhe studio janë. Arseni, Reqizori, Marvi. Si kaloni? Fatosi autori. Po Fatosi e kujtuam rrugës, si e? Mariana, Si do kesh? Mirë, shumë faleminderit që erdhe. Je shumë e mirë. Qesh me të madhe, si idiot. Sa fani këto. Se më the mua për zërin e pe. E pas keni këshu këtu. Ndash vez mjes. Ishte një gjë shumë fani. Mjes për mjes. Artemis. Artemis Mis, Po, ka qenë Miss Roskoveci në 2007, po nuk e man më njëri që atë. Në Roskovec, ë? Ju Mariana nga jeni? Në Roskoveci. Me vërtet? Vërtet me? Po. Jo. Sa të vitë kur se fitoj Artemisa. Unë isha njëri edhe dola unë, po. Po, pse thu Roskoveci? Nuk Do e më di, ka një gjë. më ka ngel fiksim dhe kur bëjmë kështu skeçe. Roskovec është emër që kur e thua të krijon fani për qeshën. Ja, shikon? Edhe Ajo më Roskovec. kupton mua, po ti Aty s'më me ke Rosko- kuptuar asnjë. Jo, më duket Edhe si të krijon- më shumë si tall se kur thon hënga Roskoveci. Se duhet fillojmë. Edhe se çik si ta. Dëgjojmë, na që dëgjoj audion te kufja dhe më bëhet lëm shkoka. Dhe mos i kushto fare vëmendje. Tash ai telefoni im fër, po hajt, anyway. Nuk ka problem, telefoni jot le të bëj, po këtyre mos të bëj se Shumë bukur, ne pas kemi e din filluar. vet këto. Jemi okay? Na thuaj kur të jemi. Pa. 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 O, Marvja, e ka mirë audio nun? Kjo ta bëj kështu këtë. Mirë bëra? Shife dhe Marianës? Mirë rregull. 1-2. Me 2 sy. Zoti ma. O, fatos. Me një sekundë se s'kemi nis akoma. Jemi? Prit, marrë skaletën, prit. Ha moj ti, o zoti ma. Jemi. O misi të lutem. Të Po mirë, lutem. fatos. Ha more këti. Nga Mariana. Okej. 3, 2, 1, jemi. Hey, ju jetë WTF Show, mirë se keni ardhur. Jam me misin sot. Mirë se të gjeta, fatos. Shumë klasik kemi bërë sot. Po, jam përshtatur, në fakt, me dikë. Jemi përshtatur të dy të ftuarës që do të kemi në këtë puntat. Ajo është një aktore me shumë vite karrierë, është një aktore që ka bërë breza të tërë të qeshin, por është shumë e re në shpirt, edhe pse ka kaq shumë vite karrierë. E kemi të ftuar sot në WTF Show për të bërë një bisedë mjaft të këndshme. Mariana Kondi, mirë se erdha. Këto kanë qenë duartrokitjet më të flakta në historinë e këtij programi. Shumë faleminderit, mirë se ju gjeta. Shumë faleminderit që erdhe dhe pak para se të fillonim thej që nuk para bën intervista. Pse? Pse kjo zgjedhje dhe pse na zgjodhe ne apo jemi më të mirët? Sigurisht, pa zgjedhur, juve jeni më të mirët. Po nuk para bëjnë sepse nga njëri intervistat mendimet janë po ato dhe duke shkuar vend me vend japin po ato gjëra. Po, kështu që prandaj ruaj pak që të di se çfarë jap. Mariana, do ka ndodhur për shembull që në ndonjë intervistë që ke bërë dhe ke dhënë, ti jesh ndjerë në siklet, të ketë ndodhur në një situatë e çuditshme që thua bo. Jo. Jo, për Kanë shembull. qenë smooth. Jo, nuk jam ndjerë ndonjëherë në siklet sepse unë nuk mundohem që të shtirem dhe të them ndonjë fjalë të madhe, Po, kupton ti, pra, që të jem gjithkohë. Si këto kështu vipet e në- reja që dalin dhe shtiren. Ashtu shtiren? Ua. Si për Jashtë kamerës, thon mos më fol, kur fillon kamera. Se jam pastaj, kështu, po, se jam e madhe, ëh. E madhe i thënqin. Thoj më pjet pa ujë, se kam një gjë mu këtu. Su mërziti, Fatos, Jo, mos jo. u mërzit.
Ta bëjmë pak katë se po mpijet pak ujë se s'kam pirë. Bëj më kati. Jepi ujin, djalit. Edhe O fatos, po sa se ashu do të... Ja ku e kish, o burr. Sa e mirë kjo limonada. O fatos. Në qoftë se do mund ta hapësh të ndën. s'di unë ta. Do të Okej. ta hap unë. Jo. Okej. Ndjes është shumë ndjes. E nisim dhe një herë Marcel? Jo, aty ku e lam, aty ku e lam. Te pyetja që i bëri ti për sikletet në intervista. Kaloja jo fatos. Kaloja, jo. Okej, e Iku bëjmë një pyetje ajo, tjetër, bëre okej, ti vazhdojmë. pyetjen e radhës Okej, dhe Mariana të vazhdojmë. tha përmend dhe Vazhdojmë. filmat me Dimitër Anagnostin e Vazhdojmë. këto. 3, 2, 1. Jemi? Vazhdo kalo thuaj që Dionisi është çuni i Marianës. Mariana duhet të ndalen pak dhe te raporti yt që ke një raport shumë i ngushtë me Dionisin, me djalin tuaj. Si është ky raport edhe si keni ju raportet sot, ditët e sotme? Me Dionisin jo djalin tim, Pse nuk është djali juaj? po djali im mua i harrova fare. Po këtu e kanë shkruar skalet këtu më. O fatos, o burr. A ke seriozi? Nuk e ke Pa nuk djal. hyt bashkë te ferma VIP që ishit një lojtar i vetëm Po mi, çift. po pse djal? Duhet ai djal e ka me burrën e parë. Ke drejt. Po është Dionisi. Më çka keni që shihni tani? O fatos, Robi futet dhe kërkon. Edhe në Instagram ajo ka postime me vajzën. Nga doli çuni vet Po Dionisi Dionisi. nuk e di a djal, moj. Dëgjoj. Më fal edhe një herë, e bëj Të një më herë. ka ardhur një ikon e Jo, kinematografisë s'ka gjë se s'qa shqiptar. ikon leshi. Po, lëre ikon tash. është, Jo, ikon. shikoj, Ti ikon. bën shumë hera e djezë, dytë djezë. tani Nuk që ka të problem. ndërpret. Mirë që e ndalova, se unë kujtova se e bëre për shaka. për fani, sepse dhe unë e kthej ndonjëherë se s'më shkoj mendja. Po, mendova që e bëre Hajde edhe një herë. Mariana, jo, s'ka problem. Edhe një herë. Mariana, si është raporti me Dionisin? Ju keni patur të dy qëndrimin tuaj në ferma VIP, mbaroi ferma, e keni ruajtur kontaktet? Unë i kam ruajtur kontaktet, më tepër Dionisi. Jemi një grup që, jo vetëm me Dionisin, po dhe me të tjerë që ne i kemi mbajtur mirë këto kontaktet, diskutojmë shumë gjëra të bukura. Pastaj Dionisi na jep drekën, ndonjëherë Me Dionisi, vërtet? ndonjëherë Sa- Renisi, sa paguan? Kemi një lokal toni, Dionisi pagun shumë. Ku është ky lokali? Në Tiranë apo? Diku ande nga Sureli. Hajde. Hajde. Edhe knaqemi, edhe kështu. I shko në kohë për ndriçimin. Shko tek Marceli. Shko te Marceli dhe i kanë kohë për ndriçimin. Thuaj që ndriçimi nuk bën. Jo, prit, një sekond. O Marcel, fatos. a e pashun si dukesh atë kamerë? Se më duket nuk e pa, nxituam, filluam direkt. Një sekond. Prit, se është ndriçimi i ri. Prit, çoj pak te planin? Po ku e shefti planin tat ku nuk je aty? Ama vetëm shumë mos thonin 4:30 duhet jemi, se nëse e thua këtë 4:30, mua më duket sikur do nxitoj tash Ja, edhe ja, e shef, vetëm ajo nuk duhet se është aprofesionale. I fik dritat poshtë. I fik dritat. Ose thuja menis tënde ose ndonjë shokut, jo që ta dëgjoj. O unë. fatos, Ose i se iku ndriçimi, o bu. Pse nuk duket keq këtu? Okej. Varja. O fatos, nuk është hera e parë që regjistron këtë emision. Mo është ndriçimi i ri, javën e kaluar e xhuruan poshtë në studio tjetër. Po ti kërkove drita ekstra, o burr, tani do me Merr telefonin, thuaj sikur po të merr mami në telefon. Sekond se po më merr mami, aman të hap pak se bëhet me rak po si hapa mamit. Ha, mamit mund t'i hapësh gjithçka, po. Ha, o mas jam në xhirim. Po bëjnë çik ta dëgjojmë dhe ne me viva voce mamin. Jam në xhirim, mama. Po. Mariana Kondin. Këtë fala. Faleminderit. Qa me? Lindita. Po ç'pun ka ajo me ty? Ç'pun ka me mua njërë? Shikoj çunën e vetë që e ka jashtë shtetit. Në Angli, me qa merët aty, me llaç. Mirë, ma, mirë, po ik tani se nuk flas dot të gru. Nuk flas dot, ik. Mirë, hajt, edhe unë të puth. Pacim, ta. O fatos, ma jep ato telefonin këtu të lutem. Jo, Zemra, duhet të shikoj timerin e emisionit, se mbaj minutazh. po je- Merë duket edhe e babi plupra mirë tash. tani. Je që je merë edhe babi. Babi është në punë në këtë orar. Me vërtet? Është në punë. Në një komshi e kështu. Apo. Kur uaj më kontakte E, me pra. komshiet, ne o Po Mariana. pra. Okej. Vazhdojmë tani?
Tani jemi okay, ndryqimi është okay, unë e pash vetën time, A vazhdoj. të vazhdoj t'i bëj unë pyetjet më Po, mirë okay, se... vazhdo. Për tani, ma ke heq fillin komplet, o buna ke ndërprej 5 herë. Ndjes, shumë ndjes. Has lexon dot pyetjen? O zoti madh. Sa pa përgatitur, ëh? Kështu të... O zoti madh. Bëj çik pushim. Së shfaj jonë, në shfaj këti që ka qish parë kemi nis 10 herë dhe... Shika, në qoftë se do bësh i emisionin, që në mes emisionit bëjmë ndonjë gjë, nuk është kjo. Si nuk është të gjë. Nuk është kjo. Kjo që po bën ti tani. Jo kështu pashtu, do të jetë një gjë tjetër. Do të jetë një gjë më fani, më e Jo, po nuk ka bukur. nis emisioni. Ashtu, ëh. Nuk ka nis, se janë këto transmetime. Tani nis misi. Jepja pyetje, thoj misi ta bëj misi pyetjen. Më pyetje? Po, jemi Marcel? Mariana, në 65 vite jetë, cili ka qenë momenti më i bukur në jetën tënde? Ardhja këtu, tek juve. Ullëriti me të madhe, thoj, njëta punë është gjithmonë me ty. 65. Po, Po unë e kam kërkuar këtu që është 64 vjeç. 64, po puna madhe një O vit. misi, po të lutem, o misi, si mund t'ja ngatrosh moshën të O ftuarit? Fatos, je duke e tepru tani realisht. Po si mund t'ja ngatrosh moshën, ke ftuar Mariana Konde dhe e ngatron moshën i se po thua 65 vjeçe. Po boll pra tani, se nuk bëhen këto skena në sy të ftuarit. Qepe, boll, Qepe, pra. qepe. Do me thënë, unë Shiko, jam vetor të thua qepe para të ftuarit. bëje vetë më mirë, bëje Po vetë. si ta bëj vetë, moj? E ke seriozisht? Po, e kam shumë seriozisht. Hajde, Kostian, hajde vazhdoje ti. Hajde vazhdoje ti, Kostian, letëria ajo, ati që ngatron moshën e të ftuarit 65 vjeç Po thot. kush e keqja e kësaj gjëje? Po, e Qa jam ngatron. unë nga ato që ulin moshën edhe që demek që e breka edhe 70 thonte 70 do jem thoja. Po s'mund ta toleroj Shiko, unë në po emision tha, që të a ngatrohet mosha e të ftuarit, të lutem. S'ka problem. Vazhdoj me pyetjen. Jemi Marcel okay? jemi. Marceli do iki tash. Po do merrem me atë, unë të pa afta, vin Është këtu okay. s'din moshën e të ftuarit. Po, kat. As do fudem un kat. Boll! Se je duke e Jemi? boll! Okay. Kostian, lutem merre pak ti Jo, ndrejtim s'ka problem. unë. Do të bëja thjesht një pyetje. Si po ndihesh që ishe pjesë një kamere të fshet? Unë e dija mos jesh një kot fare, mos jesh një kot, se pash kamerat që ishin komplet me dritë të kuqe. Do Edhe të prandaj ngiti, thash atij që Do të ngitja me Marianën, nuk ja hodhëm dot.